Përshëndetje miq. Në këtë botë të egër për plot interes dhe egoizëm, ka njerëz të rrallë që kanë bërë më shumë njerësi e humanizëm për një kohë të shkurtër, se sa shumë të tjerë gjatë gjithë jetës së tyre. Histori që do t'ua tregojmë sot është pikërisht një nga ngjarjet dhe njerëzit që e meritojnë vëmendjen tonë të përbashkët. Ali Benat është lindur në Australi në vitin 1982. Njerëz të tillë si Ali konsiderohen si me fat, e siç thot thënia jonë e bukur shqipe, i ka rënë luga në mjalt. Familja e djalit ishte jashtëzakonisht e pasur, për shkak se ata kishin në pronësi një biznes të madh ndërkombëtar me zyra në të gjithë botën. Siç mund ta merrni me mend, djali u rit pa mos e shijuar asnjëherë fatin e hidhur të varfërisë. Ai kishte gjithçka që dëshironte një njeri e që blehej me para. Pasi u rit, familja vazhdoi ta mbështesë atë me shumë para. Ata paguan për shkollimin e shtrenjtë të tij, i jepnin para për të mbështetur jetën e tij luksoze, ndërsa më vonë i dhan edhe paratë e nevojshme për biznesin e tij personal. Në moshën 33 vjeçare, Ali ishte pronari një kompanie të madhe sigurimi dhe elektrike. Deri në verën e vitit 2015, Ali kishte gjithçka që dëshironte dhe jeta e tij po shkonte si në filma. Ai jetonte jetë luksoze si të gjithë të pasurit. Parat asnjëherë nuk ishin problem. E çfarë mund të dëshironte më shumë? Por, gjithçka ndryshoi në vjeshtën e vitit 2015. Kur Ali u detyrua të kuptoj që parat nuk mund të blejnë gjithçka. Ai filloi të ndjehej keq dhe vendosi të bëjë të gjitha kontrollet e nevojshme mjekësore, në fund të cilave mori një lajm të kopshëm. Ai u diagnostifikua me kancer. Lajmi më i keq ishte që kanceri ishte aq agresiv, saqë tashmë ishte në fazën e 4. Ju mund të mendoni që me paratë që kishte, ai mund të fillonte trajtimet më të mira dhe më të shtrenjta që ekzistojnë për t'u shëruar, por mjekët ishin të pashpresë. Ata thanë që asgjë nuk mund të bëhej në këtë fazë dhe që Ali kishte më pak se 7 muaj jetë. E gjithë jeta e mirë dhe shpresa për të ardhmen u përmbys për një moment. Një natë, teksa po qëndronte në shtëpinë e tij, ai e kuptoi se në jetën e tij, përkundër sukseseve, ai nuk kishte realizuar asgjë me kuptim edhe për të tjerët. Lajmi për sëmundjen e rëndë e ndryshoi plotësisht perceptimin që Ali kishte për botën, kështu që një ditë vendosi të shes gjithçka që posedonte, bizneset, shtëpit, veturat, orat e shtrenjta, madje edhe teshat e shtrenjta nga dizajnerët. E për çka? I riu vendosi të ndryshoj prioritetet e tij dhe t'i ndihmojë ato në nevojë. Për këtë qëllim, ai krijoi një organizatë humanitare muslimanët në botë. Ali dëshironte që atë pak kohë jetë që i ka ngelur t'ua përkushtoj të tjerëve dhe të shohë se me paratë e tij do të shpëtojë jetë. Ali vizitoi mbi 100 shtete në misionin e tij humanitar. Fillimisht ai shkoi në Afrikë, ku nga afër mbikëqyri dhe financoi një operacion ndërtimi për disa shkolla për fëmijët e varfër. Kështu, ai u dha mundësinë fëmijëve afrikanë që të përparojnë në jetë. Për jetimet, ai ndërtoi disa qendra për strehim, moderne dhe me kushte super të mira. Ai financoi me qindra projekte për kërkimin dhe sigurimin e ujit nën tokë, në qyteza dhe fshatra, ku uji ishte një nga problemet kryesore për mbjetesë. Një xhami, një hotel dhe shumë gjëra të tjera u ndërtuan me paratë e tij. Nuk mund as të imagjinohet numri jetëve që ai shpëtoi me misionin e tij. Ai ndihmoi gjithkënd që kishte nevojë për ndihmë, dhe shpesh miqtë e tij e tallnin duke i thënë që Ali është milioner pa miliona. Ali Benat njëherë tha: "Ne rrallë mendojmë për të tjerët, ku gjithçka shkon siç duhet në jetën tona. Njerëzit nuk e vlerësojnë kohën. Unë dhash gjithçka që kisha, duke shpresuar që do të shpëtoja jetë njerëzish. Unë doja të ndahem nga kjo jetë pas gjë materiale, vetëm me shpirtin e pastër." Kur e shiti Ferrarin e tij $600,000, i pyetur nga gazetari se sa vlen kjo vetur për të, Ali u përgjigj:
Vlera e kësaj veture është buzëqeshja në fytyrat e qindra fëmijëve në Afrikë, që nuk kanë as këpucë dhe me shqitjen e kësaj veture, qindra nga to do të kenë të paktën gjën elementare për të ecur dhe mos të ecin të zbathur. Njerëzit duhet të vlerësojnë gjëra të tilla e jo gjëra materiale, dhe pse shumë njerëz do të dëshironin të kenë një makinë të tillë, është logjik e gabuar. Ajo që i habiti të gjithë është që Ali ju referua sëmundjes së tij si një dhuratë prej Zotit, që ishte dërguar për ta kuptuar esencën e jetës dhe t'i ndihmojë që edhe njerëzit e tjerë të kuptojnë të njëjtën. Ai tha që sëmundja i mundësoi që t'i shohë gëzimet e vogla në jetë që më parë nuk e kënaqnin. Në ditën e fundit të jetës së tij, ai publikoi një video ku ju drejtua botës. Ai tha: "Mbajeni mend, ne të gjithë do të largohemi nga kjo botë me duar të zbrazura, gjithçka që lëm pas janë veprat tona." Video materiali shpejt kapi miliona shikime. Më 29 maj të vitit 2019, Ali ndërroi jetë. Edhe pse mjekët i dhanë 7 muaj jetë, ai jetoi 2 vite gjysmë pas diagnozës. Derisa la pas një organizatë gjigande humanitare, që sot e këtë ditë vazhdon të ndihmojë të varfrit gjithandej në përbot, duke ndërtuar shkolla, kopshte për fëmijë, jetimore dhe qendra strehimi për njerëzit në nevojë. Ne mund ta themi me plot gojë që veprat dhe aksionet humanitare të Aliut do të mbahen mend nga qindra mira që nga afër i shijuan dobitë e këtij njeriu, por edhe nga milionat të tjerë që u inspiruan nga veprat e tij. Është e vërtetë që nëse një njeri ende mbahet mend, ai ende është gjallë. Pra miq, le të shërbejë historia e trishtë e këtij njeriu si një apel për të gjithë ne, që sa herë që kemi mundësi dhe aq sa kemi mundësi të ndihmojmë, si në kohë të mira, ashtu edhe të këqija, qoftë ajo në aspektin human e njerëzor, fetar, apo për çfarë do lloj qëllimi që mund t'i vendosni vetes. Një gjë është e vërtetë, që një pjesë nga paratë tuaja, nëse shkojnë për bamirësi, ju nuk do të humbisni shumë, por për dikë mund të jetë piknisje për të këndëlluar e për të përmirësuar jetën e tij. E siç ka thënë edhe figura emblematike e humanizmit e kombit ton dhe e botës, Nën Tereza, ne s'mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, vetëm gjëra të vogla me dashuri të madhe. Shpresojmë që edhe shumë të pasur të tjerë të ndjekin shembullin e Ali dhe të bashkohen me fushata të tilla për të ndihmuar të varfërve në të gjithë botën. E neve na ngelet që një figurë të tillë emblematike që ndihmoi botën, ta kujtojmë e ta flasim, e mes të tjerash të marrim shembull dhe të veprojmë njësoj, sepse dikush, dikund, ka nevojë për ndihmën e gjithë secilit nga ne. Dhe miq, në vend të thirrjes së zakonshme për t'ju bashkuar kanalit ton, sot duam të bëjmë një thirrje tjetër për ju, atë të solidaritetit, të shtrirjes së dorës, duke filluar nga lagja juaj, qyteti e mëngjer, gjithçkush me mundësitë që ka, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa një buzëqeshje në fytyrat e atyre që fati nuk u buzëqeshi ashtu siç ata do të dëshironin. Deri në videon e radhës, mirupafshim.